Të dashur miq të televizionit Nova, përshëndetje, studio hapur në gjuhën shqipe vazhdon edhe këtë javë. Vendi vazhdon të ecë, do thot në fushatën zgjedhore, studio hapur vazhdon me debatet e tyre, ndërsa BD-ja dhe PD-ja vazhdojnë të mos i përgjigjen ftesës për debat në studion e hapur në gjuhën shqipe. Mirë, po kjo nuk do të na pengon që ne të vazhdojmë me ecurinë e emisioneve tona për debatuar, do thot, rreth zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, të cilat na presin më 11 dhjetor. Për të debatuar sot kam të ftuar kandidatët e njësisë zgjedhore numër 2 nga dy subjektet politike të cilat janë përgjigj ftesës, dhe me mua sot kam Jusuf Seferi nga Aleanca për Shqiptarët. Zotri Seferi, mirë se na erdhe. Mirë. Dhe sa në anën time të majtë kam Admirim Alitin nga Lëvizja Besa. Zotri Aliti, mirë se na erdhe. Mirë se ju gjetëm. Zotri Seferi, po fillojmë, do thot, e pamat mandatin 4 vjeçar të deputetëve të cilët kanë qenë në përbërjen e kaluar. Mund të veçoni diçka se cilat kanë qenë dobësitë apo përparësitë e atyre deputetëve? Nëse e shohim veprimin ose veprimtarinë e deputetëve deri në mandatet e kaluara, kisha thënë, në 25 vjet të fundit, për shkak se partitë e reja që dolën mu për shkak të defektit i cili ndodhte në organizimin e brendshëm të partive, dhe duke mos krijuar mekanizma për mbikëqyrje ose të kontrollit veprimit të përfaqësuesve të partive në parlament ose në institucionet ndryshme, erdhi deri te situata kur shifet se totalisht nuk ka përcjellje të rrjedhave shoqërore ose të rrjedhave politike që ndodhin në shtet, në sistem përgjithësi. Ato mekanizma kanë munguar në të gjitha partitë prej fillimit, PPD, PDSH dhe në përbërjen e fundit. Nëse fokusohemi drejt për drejti të përzgjedhurit ose të deputetët, atëherë shifet se komunikimi i deputetëve me elektoratin ose me zgjedhësit e tyre ka munguar totalisht, edhe pse dihet më herët një organizat amerikane më duket, po tash emri s'po më kujtohet, ajo mundsonte deputetëve të çelin zyre për kontakt me qytetarët, dhe atë punë e bënin veç sa për sy e faqe, sa për të dokë se po bëhet diçka. Në fakt, ato ishin dashur gjatë tan kohës, si për shembull ne nëse do të zgjidheshim, sikur të zgjidheshim, kontaktet jo vetëm me qytetarët, po edhe me ekspertë të ndryshëm, të lamive të ndryshme, sepse ne jemi, megjithatë, nuk jemi të gjithanshëm në aspektin e profesionit. Unë jam arkitekt, për shembull, dhe natyrisht që në ekonomi ose në aspektin juridik nuk kemi informata profesionale, si të them. Mirë, po kontakti me qytetarët me qytetarët patjetër se i vazhdueshëm do të ish dashur me qenë, për ta ditë, për ta ndi drejt për drejti, për të ndi hallet e qytetarëve se çka i kanë. Zotri Aliti, e njëjta pyetje edhe për juve, se keni pa përbërjen e kalume të deputetëve, kanë pas dobësitë e tyre apo ato përparësitë të cilat i kanë shfaqur brenda këtij mandati? Përshëndetje, Fitim. E para, faleminderit që na keni mundësuar të vim këtu edhe të tregojmë platformën tonë. Sa i përket kësaj pyetje, mendoj se ajo çka duhet theksohet e para, çka ne si koalicion Rilindje me Bezë vazhdimisht gjatë fushatës e përmendim, gjendja në Maqedoni kemi një sistem disfunksional, një sistem i cili fakti që është disfunksional bën që vendi as pak mos mundet të zhvillohet, një sistem që është diskriminues ndaj shqiptarëve, një sistem që prodhon korrupsion, një sistem që ka arsim të dobët e kështu me radhë. Tash, kur përmendim të gjitha këto probleme që ekzistojnë, që i dim ne, që i di populli dhe që i din edhe partitë që janë në pushtet,
pa dyshim që përgjegjësia bie mbi të zgjedhurit e popullit, gjithsesi mbi ata që i kanë përfaqësuar popullin deri tash. Tash, nëse dëshirojmë të përmendim disa pika problematike të përzgjedhurve të popullit, padyshim e para që më shkon në mend është raporti nënçmues që ata kanë me popullatën. Kur them nënçmues, e kam fjalën se është krijuar një standard që ata mendojnë se në fushata mund t'japin premtime, dëshira të ndryshme, megjithatë momentin kur kryhet fushata, 3 vite e 10 muaj, ata mendojnë se e kanë atë luksin kur s'ka nevojë as të komunikojnë me popullatën, as të mendojnë për çështjet që i tangojnë popullatën. Pastaj 2 muaj para zgjedhjeve të ardhshme, prap kthehen me popullatën, shesin populizëm, i cili mendojmë se tash, jemi në vitin 2016, kemi kaluar ciklet të ndryshme zgjedhore, ne kemi besimin se popullata i ka pa mashtrimet e deritanishme të kastës politike që ka ekzistuar deri tash, edhe mendojmë se popullata e ka mundësinë në zgjedhjet e ardhshme të 19 dhjetorit ta jep verdiktin e vet, edhe ta dënojë një politikë bërje, e cila ka qenë pjesë e një sistemi disfunksional, i cili prapë thash të gjitha palët e dinë se kështu nuk shkon, edhe kjo është në dëm të qytetarëve të Maqedonisë, po specifikisht të qytetarëve shqiptar të Maqedonisë. Zotri Zaferi, cilit kishte me qenë ai moduli, ajo formule e ndryshimit dhe thotë të praktikave të deritanishme të deputetëve? Çka do të kishit ndryshuar ju si aleancë? Si aleancë edhe personalisht, ndryshimet parashifen e kam fjalën, tjetë qilen zyre speciale, zyre speciale për takim me qytetarët, permanent. Në basë një ullumtimit, për shkak se 2 herë jeni të e përmen zyren, në basë një ullumtimit që kemi bërë gazetarez, po thuaj se gjitha komunat i kanë hapësirat për deputetët, e kësaj sicilës njësi zgjedhore, mirë po problemi është që deputetët nuk shkojnë dhe nuk qëndrojnë ato zyra për të pritë qytetarë dhe për të komuniku vazhdimisht. Unë mendoj se tash titulli ose gati mund të themi edhe po kalon si profesion deputet lëku, është punë, fakt, punë e cila për cilën personi duhet më marrë çdo ditë me, jo me konsideru si ku e di unë, do një ngarkesë, ose jo, ngarkesë e tepërt prej angazhimeve që i ka, po në fakt është punë drejt për drejti që duhet me bëhen në fakt deputeti. Zoti Seferi, cili kishte me qenë ai moduli i ndryshimit? Çka kishit me ndryshu ju? Përveç komunikimeve të vazhdueshme me qytetarët, si do të ishte roli i një deputetit mirëfillt? Po natyrisht se dihet puna e deputetit, në fakt ai të gjitha problemet që mund t'i ketë, jo që mund t'i ketë, po që i ka qytetari, natyrisht se në bashkëpunim edhe me ekspert të lëmive të ndryshme, ato dhe t'i përcjellin në parlament. Po në kushtet sotit si është parlamenti, nëse flasim tash për pjesën tonë, shqiptare, kam fjalën, ne do të shikuar nga 2 kënd vështrime këtë situatë. Për shembull, kënd vështrimi i parë është se ne në fakt në parlament si shqiptar paraqitemi sikur ajo pjesa e pamundshme për të realizuar diçka për shkak të mbivotimit me vota, edhe pse nëse ndodh gjitha mirë i bëjmë aktivitetet si deputet, cilat i rendisim, zëri i qytetarit shqiptar në parlament vështirë është për me arrit për shkak të mbivotimeve ose mekanizmave që ekzistojnë momentalisht. Zoti Seferi, mund të bivotohesh në parlament, mirë, po kjo nuk duhet pengon punën e një deputetit për të ngritë ndonjë propozim ligj ose diçka të tillë në interes të votuesve të tij. Atë e kuptojmë, po tash, nëse shikojmë që zoti Admiri e përmendi dhe më herët, sistemin Maqedoni, sistemin përgjithësi është
në krizë për shkak deformimeve, deformiteteve që janë kriju prej fillimit. Edhe tash kemi një shembuj plot, atje për shembull deputetëve të PDSH-s ose të BDI-s, cilët kanë përgatitur projekt ligjet shumë të dhe asnjëri s'ka kalu për 200-300 për shembull. 200-300 projekte s'kan projekt ligje, nuk kanë kalu as në komisione, lemo në parlament. Edhe ky deformim e kam fjalën, tash është radha të ndryshohet dhe ne në platform si pikë kryesore për pjesëmarrjen në qeveri është paraprakisht plotësojnë kushtet për cilët na mendojmë se do të rregullojnë sistemin përgjithësi në Maqedoni, si sistemin ekonomik edhe politik edhe juridik. Cila është ajo? Domthonë hapja e ndryshimeve kushtetuese gjithsesi që duhet bëhet për të mund të ketë efekt veprimi jonë edhe si individ i deputetëve dhe individualisht. Cila është ajo? Domthonë barazia e plot nacionale në Maqedoni mes shqiptarëve dhe maqedonasve. Një sistemi kriju në vitet e 90-92 atje me bagazh të elaborateve të ndryshme. Mos i përmenim aty në Çubroviciliane, s'pun kujtohet tash, edhe me dyshimin dhe shqiptarëve për rrezikim të shtetit, u formua një sistem i cili po ta shikosh nga ana asaj që di me shiku, duket si një kanaqe e ndrydhur e Coca-Colës, edhe dikush që i ka bëhat formë, di mu përbiru në ato kanale, kurse neve nuk ka përmundsu zhvillimi në çdo aspekt. Kështu që barazia, ne mendojmë barazia nacionale me shqiptarëve dhe maqedonasve këtu, do të krijojë mundësi, do të liroj mundësitë për zhvillim edhe më të mirë ekonomik pastaj. Tu mos me bardh mbi supe atë ngarkesën e dyshimeve mes dy kombeve kryesore në Maqedoni, duke kriju besim se ne të gjithë do t'jemi pastaj për shtetin e përbashkët Maqedoni, ta duam barabar edhe njësoj si shtet tonë. Kontribuojmë në zhvillim. Zotja Liti, çka kishte me kona i ndryshimi i domosdoshëm, do thot, i një deputeti shqiptar vis-a-vis elektoratit? Fitim, ju përmendet komunikimin e përhershëm, ajo është po se po, edhe ju si që përmendet, komunikimi përhershëm nuk nënkupton e hapim një zyre, edhe deklarativisht themi se kemi zyren ku i presim qytetarët, megjithatë ato zyre mbesin të mbyllura, po unë mendoj se prapë këtu duhet të shkojmë te esenca. Esenca në këtë rast është sinqeriteti që të përzgjedhurit e popullit duhet ta kenë me popullin. Ai sinqeritet duhet reflektohet edhe gjatë fushatës, po edhe gjatë punës pasi ta marrin deputetët mandatin. Detyra parsorë e deputetit është ta artikuloje zërin e popullit në parlament. Po jo vetëm ta artikuloje zërin e popullit në parlament, po gjithashtu bashkë me bashkëudhëtarët e partisë së tij të krijojnë strategji konkrete për të realizuar nevojat e popullatës e cila i përzgjedhi. Popullata, deputetët ose një parti politike i përzgjedh që ata të kryejnë punë. Me punë nënkuptojmë artikulimi i zërit dhe vepra konkrete për rregullimin e nevojave të qytetarëve. Mirë po, prapë edhe kjo lidhet me atë që thash në fillim. Për momentin, qytetari i Maqedonisë qytetari shqiptar i Maqedonisë i ka dy opcione. Një opcion është ta vazhdojmë këtë sistem disfunksional, i cili vazhdimisht prodhon vetëm probleme, edhe problemet mere çfarë dush segmenti, marrim shëndetësinë, marrim arsimin, marrim papunësinë, domethënë gjëra me të cilët tangohen popullata jonë, janë vazhdimisht në rritje. Domethënë, të zgjedhurit e popullit që duhet ta marrin mandatin, duhet fokusohen në zgjidhjen e këtyre problemeve. Dhe padyshim, ne e dimë se zgjidhja e këtyre problemeve nuk bëhet vetëm me deklarata të zbrasta gjatë fushatës, po gjithashtu nuk bëhet
edhe vetëm me deklarata në parlament, po bëhet me strategji konkrete. Por, esenca është prap ndryshimi i këtij sistemi. Prandaj, fokusi i koalicionit Rilindje me Besë, kur përmendim ridefinimin, i cili përmendet në kontekste të ndryshme, megjithatë baza është ndryshimi juridiko-kushtetues i shtetit të Maqedonisë dhe ndryshimi i asaj asimetrie që ekziston në shtet. Për momentin, domethënë, kemi asimetri të madhe, kemi një shtet ku pala maqedonase vendos për gjithçka dhe e shohim se këto ndryshimet e zyrave ose këto rastet kur shqiptarëve u jepet kjo ministri ose ajo ministri janë ndryshime de facto kozmetike që në esencë nuk e prekin problemin aty ku duhet. Prandaj jo vetëm që duhet të ndryshohet mendësia e deputetëve, po gjithashtu e të gjithëve të përzgjedhurve të popullit, të cilët janë në parlament, në ekzekutiv, në institucionet ndryshme, ata parasore duhet ta kenë të punojnë për realizimin e qëllimeve të popullit, i cili i ka zgjedh, dhe jo ta shohin atë vetëm si një punë ku duhet të shkojnë, edhe domethënë marrin atë honorarin që ju takon edhe sakt. Domethënë kjo prapë tham nuk është diçka që ne e konstatojmë, është diçka që populli ka konstatuar, edhe ne edhe gjatë fushatës vazhdimisht kemi takime me popullatën edhe vazhdimisht i dëgjojmë ata. Ne kemi në Maqedoni, domethënë shqiptarët kanë probleme serioze. Përmendim punën për shembull të nënshtetësisë. Statistikat jo formale flasin se dikon 50.000-60.000 shqiptarë në Maqedoni akoma nuk kanë nënshtetësi. Praktikisht çka nënkupton ajo? Nënkupton se ata qytetarë nuk munden të shkojnë as ta vizitojnë mjekun. E tash, çka na duhet, domethënë çka na duhen përfaqësuesit të cilët këtë punë në vitin 2016 akoma nuk e kanë zgjidhur. Edhe duke e ditë se popullata vazhdimisht shtohet, domethënë ky problem neve është duke na ushtuar. Edhe kjo është si rezultat i çasaj asimetrie që është krijuar në shtet, ku përfaqësuesit shqiptar edhe po të dojnë të bëjnë këto ndryshime nuk kanë mundësi. Për shkak këtij sistemi disfunksional, jashtë asaj problem serioz, kancerogen për shoqërinë është puna e papunësisë. Papunësia në shumicën e vendeve shqiptare është sillet dikon 50%. Po dhe ata që punojnë, domethënë në administratën publike, 90% e tyre paga u sillet prej 200 deri në 300 euro. Edhe ata janë, domethënë, si më thon, të pakënaqur me të ardhurat e tyre, sepse me ato të ardhura nuk mund t'i përballojnë standardit i cili është për momentin Maqedoni për momentin çmimi produkteve dhe standardi është si në vendet perëndimore, si në Austri, si në Gjermani, kurse rroga është qesharake. Edhe padyshim se kjo do të vazhdojë kështu, në qoftë se vazhdon ky sistem disfunksional i cili nuk ka asnjë strategji, as për ekonominë, as për ndryshimin e arsimit, as për nevojat e qytetarëve, po kemi atë që thash më herët kost politike, e cila qëllimin final e ka me shku në pushtet. Qëllimi, ne shpesh e kemi artikulu, domethënë i koalicionit Rilindje me Besë, ne shkuari në pushtet e shohim vetëm si mjet për ta realizuar qëllimin e përmirësimit të gjendjes për popullatën shqiptare në Maqedoni, e cila është e patjetërsueshme për shkak të frustracionit dhe dëshpërimit që ne vazhdimisht e shohim në popullat. Zeferi, një nga shtyllat më kyçe, do thotë edhe sfidë e çdo subjekti politik do të ishte që të mbahen të rinjet këtu, do thotë kuadri i shkolluar, do thotë mos të emigron, do thotë në vendet e huaja, mirë po të qëndron këtu dhe të gjendet në një farë zgjidhje për sistemimin e tyre. Çka është planifikuar në këtë segment për Aleancën? Aleanca thash edhe pak më herët, domethënë realizimin e të gjitha, e kam fjalën platformës së saj e bazon në hapjet e ndryshimeve kushtetuese. Ne mendojmë se ajo generatori i krizës në vazhdimsi për këtë 25 vjet është kushtetuta
kushtetuta ose që po thot Admiri të në kohën, disfunksionaliteti i sistemit. Çfarë do më thonë? Ne, tash nëse flasim vetëm për shqiptarët, se thash dy aspekte janë të këndvështrimit të problemit maqedonian, është aspekti maqedon edhe shqiptari, ndarë, realisht është i ndarë. Realisht, dhe për të mund të krijojmë kushte për mbetjen e të rinjve këtu, ose konkretisht po flasim për të rinj, ne duhet me ndu investime që të bëhen investime në ekonomi ose në prodhimtari. Ne shohim edhe jemi të gjithë koshient, po edhe njeriu më i thjesht, po ta marrësh ndër shqiptar, e sheh se janë kriju pengesat mëdha për investime ndaç të jashtme ose të brendshme, ka pengesat shumëta në zhvillimin ekonomik të pjesës tonë. Edhe ne mendojmë se me ndryshime kushtetuese, SPAK-u, me atë barazi që po kërkojmë, SPAK-u krijohen kushtet besimit edhe të hekjes, po e marr shembull zonën numër 2 edhe komunën e Lipkovës edhe të Haraqinës, ajo edhe sot, deri sot, definohet si zonë e krizës. Edhe çdo investues që eventualisht është interesuar dikush ta bjerë këtu, ajo pjesë e hartës është nxime me dyshime se aty ka rrezikshmëri të lartë për investime edhe i friksojnë investuesit e jashtëm. Ne mendojmë se nëse jo mendojmë, po në fakt nëse do ta marrim legitimitetin e popullit, hapi i parë që e bëjmë, do të parashtrojmë kusht për me hyrë në pushtet. Jo me hyrë në pushtet e pastaj kushte, se nuk di se si realizohen, po kusht për me hyrë në pushtet fiktiv, po thamë për shqiptar, se ne kur s'kemi pas pushtet real në Maqedoni. Pushtet real në Maqedoni kanë subjektet maqedonase. Ne vetëm mund me shku mrapa si kalamaj mu arktu me mbetjet e tyre mrapa, ose si që e thoshte njeni ma herët, ne me bishtin e dizginave mi marë të në kohën edhe miremi deri sot. S'kemi mekanizëm me cilin ne do të menaxhojmë në shtet, do të jesh i barabartë në vendoshmërinë. Në vendoshmëri të jesh i barabartë. Kesh mekanizëm për me menaxhu ato sende. Edhe nëse, po ne besojmë plotësisht se ato do t'ja arrim në mënyrë paqësore, me ndihmën edhe të elektoratit shqiptar dhe popullatës, natyrisht edhe me përgatitje profesionale të ekspertëve të kuadrove tona, edhe nëse do të arrihet ajo marrëveshje që unë mendoj se platforma jonë ka edhe afat kohor, nuk është, e ka definuar afatin kohor, nuk është pa kufi, nuk është him pushtet edhe pastaj si me rastin e partive në pushtet deri sot, 4 vite mirën me integrimet NATO dhe në Bashkimin Evropian, prap pas 4 viteve e lënë gjuhën shqipe se është shumë me interes kjo integrimi. Ne, platforma jonë, ndryshimet kushtetuese, fillimi ndryshimit kushtetues ka afat. Nëse nuk ndodhë mbrëna afatit 3 muaj deri 1 vjet, në fakt që kjo është afati, nëse nuk ndodhë mbrëna asaj kohe, në fakt ose kemi dështu ose kemi trahtu me atë punë. Domthon, hymë qeveri para prakisht me kushte të plotësuara, para prakisht. Jo me çdo kusht me hynë qeveri edhe me vazhdu avazin e vjetër, për avaz vjetër janë këta të vjetrit aty që e dinë ma mirë se ne. Dhe ne mendojmë se si popullat që jemi, në diaspor kemi njerëz shumë. Tash me shifra sakt nuk e di, po kemi shumë në çdo shtet të Evropës, po besa kemi edhe vëllezër edhe kushërin në Turqi, që janë njerëz pasun që kanë interesim për investime këtu, po nuk kanë përmbajtje politike. Atë që po themi se s'kemi kompetenca ose s'kemi për menaxhim me shtetin. Edhe atëherë mungesë përmbajtjes politike, investime që na vinë kanë ardhur shumë edhe prej Turqie, kanë shkuar në Maqedoninë lindore më shumti,
A ne mendojmë se të krijojmë kushte, për të kriju kushte, për të mbetë të rritë këtu, është investimet jashtme me çdo kusht siguruar edhe në zonat ekonomike në zonat shqiptare, në Kumanov, në komunën e Likovës, në Araqinë, gjithka këtu, s'paku për zonën 2 po flasë se jemi zona ma e prapambetur në aspektin ekonomik edhe po t'i shikosh statistikat, dikun veç prej komunës Gostivarit për marrë se një statistike sakt që e dhanë, 3.000 trim në një 2 viteve kanë dalë jashtë. Për Kumanov, Likov, Haraqin ose zonën 2 nuk kemi statistika tila, po garant numri është i tilë. Ka qenë më e theksuar ajo largimi do thot i të rinjve pikrisht në ato zonat të Likovës, të Kumanovës? Po ne kemi bëndë një statistik, nuk e di veç, është garant, numri është shumë i lartë edhe është në vazhdim. Une frigohem se nëse nuk ndonë dhe një ndryshimi shpejt që kryon besim të njerëzit, atëhere do të në presë stampedo i shpërngullis i emigrimit jashtë. Stampedo. Zotja Liti, jeni vetë do thot një kuadër i ri i cili jeni kyç do thot në lëvizjen Besa për të bë atë reformat e nevojshme. Sa ju ka dhënë hapësirë lëvizja Besa dhe çka ka premtuar lëvizja Besa për të rit? Mendoj se lëvizja Besa, se më thonë, boshtin kryesor ose aty ku bazohet është mu rinia. Ku do qoftë, dhe më thonë që është lëvizja Besa me strukturat e saja, e shes se kemi rini e cila ka për qëllim të bëjnë ndryshimet e nevojshme. Edhe kjo ka qenë padyshim edhe njëra prej arsyeve, pse unë personalisht dhe shumë shokët mi, jemi bashkuar dhe më thënë lëvizjes Besa, në mënyrë që ta japim kontributin ton në përmirësimin e gjendjes, që është e patjetërsueshme. Në pyetjen paraprake ju përmendet çështjen e migrimit, që disa e quajnë edhe egzod, padyshim është një prej plagëve kryesore të popullit ton, edhe padyshim që kjo ndodh për të gjitha këto arsye që rrjedhin nga sistemi disfunksional, po unë përmendi vetëm 2 plagë kryesore, prej asaj që e dim ne pse të rinjt, pse është ai sentimenti se këtu është vështirë me jetu, edhe pse kur ne marrim vesh popullata se dikush gjeti një punë jashtë Maqedonisë, e konsiderojnë atë person me fat. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh mu për faktin se sentimenti është se ne të tjerët që jetojmë këtu, për shkak këtij sistemi disfunksional, jemi të pafat. Edhe kjo patjetër duhet të ndryshojë. Arsyet kryesore është sensi i drejtësisë. E para, dhe më thonë... Instalimi i vlerave, thjesht. Po, sepse ne jemi ndër popujt e rrallë në Europë, të cilët akoma nuk e kemi shiju drejtësinë si duhet. Në kuptimin që ta dim se gjërat bëhen drejt, ta dim se gjyqjet janë të pavarura, ta dim se jo vetëm se jemi shqiptar, ne mund të përfundojmë pa fakte në burgje, ta dim se me kompanit që i kanë kompanit e vogla ose kompanit e mesme shqiptarët, dim raste për mbyllje me arsye politike kështu me radhë, dhe drejtësia është e para, çështja e dytë është puna e ekonomisë, e papunësisë. Ajo që dëgjojmë, dhe më thonë, viteve të fundit, është vazhdimisht për zonat të ndryshme ekonomike, për prerje shiritash, e kështu me radhë, megjithatë, në qoftë se ju e pyetni, do më thonë, diskutoni me qytetarin e thjesht, ai e ka dëshpërimin se vazhdimisht në televizion dëgjon për zona ekonomike edhe e bën pyetjen pse unë nuk po punësohem. Edhe pse dikush çka pe njoh unë nuk po punësohet. Çka tregon kjo? Kjo tregon se edhe këto janë deklarata të zbrasta në shumicën e rasteve, nuk janë zona funksionale, edhe... Zotria Liti, më falë, do t'ju ndërprej, a mund t'jetë edhe mos informimi adekuat i palës shqiptare, do thot i kuadrëve shqiptare për këto zona, për këto vend pune që i hapen? Për shkak se shumë pak të rinj kemi ndëgjuar që i përcjellin vazhdimisht këto konkurse, aplikojnë me cilësitë e tyre të cilat i kanë.
Jo, unë nuk mendoj se duhet në këtë rast ti akuzojmë popullatën ose ato kuadrët që i kemi, sepse de facto kuadrët... Informimi, për shkak se o subjektet politike nuk kanë gjetë mënyrën adekuate për informimin e tyre, për shkak se do hapet një fabrike e tillë dhe mund të punësohen njerëzit, ose për shkak se kisha edhe studentat këtu të njëjtën gjë e kanë thonë, do thotë se nuk jemi ne të informuar sa duhet. Fitim, Zotëri Jusufi e përmendi rajonin e Likovës, Haraçinës, Hasanbegut, Kumanovës. Nuk ka investimet të sinqerta, nuk ka fabrika ku të rinj tanë mundën me apliku edhe mu punësu. Kjo është fakt. Tash ne nuk mundemi me akuzu të rritë pse s'pas kanë dëgju se është qelë dikun një firmë në Shkup ose Gjetiu. Pa dyshim, edhe pa politik, kemi ne firma që hapen aty këtu, megjithatë ne nuk jemi të folë për punësimin e 10 personave, ne jemi të folë për 50% të shqiptarëve, sipas disa statistikave të Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale, që janë të papunësuar. Dhe ata që zakonisht e lëshojnë vendin, ne e dim janë burime njerëzore më të mira që i ka populli shqiptar në Maqedoni. Janë mjekët. Pse mjekët e lëshojnë? Sepse ke mjek të cilët s'munden, domethënë për shkak të partizimit edhe të shëndetësisë, nuk mund të marrin vendime të punojnë nëpër spitale të ndryshme. Po dhe ata që munden të punojnë nuk janë të kënaqur me rrogat e tyre ose me kushzimet domethënë që i kanë, se nëse e bën specializimin duhet 15 vite me këtë rrogë të punosh e kështu me radhë. Domethënë nuk inkurajohet meritokracia, nuk shpërblehet si me thonë profesionalizmi i mjekve, ose kemi informatikan, se unë vetë jam informatikan, informatikanët më të mirë që i njoh nuk janë në Maqedoni. Sepse e para nuk kanë mundësi ku të punojnë, po dhe në qoftë se i ofrohet mundësia të punojnë në ndonjë kompani private, pagat janë qesharake për kapacitetin që kanë ato kuadro. Ne po flasim për kësi kuadro, po gjithashtu po flasim edhe për popullin e thjesht pavarësisht çfarë profesione kanë, pra po them, në këtë situatë disfunksionale, kur është patjetërsueshme të ridefinohen gjërat, populli e sheh si zgjidhje ikjen nga Maqedonia. Edhe kjo është, pra po them, plagë shumë e rëndë e popullit tonë, që patjetër të përzgjedhjet e popullit duhet mirën edhe me këtë çështje, duke i bërë ndryshimet e nevojshme që njerëzit fillojnë ta dojnë këtë vend, që njerëzit të jenë të kënaqur me punën që e bëjnë në këtë vend dhe që punën që e bëjnë të jetë e mjaftueshme për ata të munden të jetojnë me dinjitet në shtëpinë e tyre. Unë kisha shtu në kuadër kësaj se është problemi edhe të partitë politike që janë pushtet, po nështë edhe të gjitha partitë, se duhet mekanizma me kriju për përcjelljen e politikave partijake në institucionet ndryshme, si shtetërore dhe private për zonat e lira ekonomike kur e kemi fjalën. Deri sot ka ndodhur partitë politike i kanë çu kuadrat e tyre në për institucionet ndryshme edhe i kanë lënë aty, edhe natyrisht në popull është përhap shpesh batuta se kuadrat që po dërgohen në për institucionet ndryshme janë bo burekgji, me shku me ble burek. Pse nuk ka përkrahje prej partisë ose prej nuk është bërë sistemimi adekuat. Po natyrisht se duhet në kuadër partisë të krijosh mekanizma cilët i përcjellin politikat të platformave që i kanë në institucione, politikat e partisë në institucione. Fundja ka mujtë një gjë e tillë mu bë deri sot, për shembull në çfarëdo institucioni, po e marr Kumanovën, për shembull, e kemi këtë ndërmarrjen e ujësjellësit, ku e diunë në komunë atje, edhe ka shku individi, pastaj nëse ka aftësi për me bë diçka privat mas shumti, se nuk ka politikë të partisë aty. Po ti shikosh partitë maqedone, ato kanë, i përcjellin politikat e tyre aty, kurse shqiptarët janë koalicion, i qojnë kuadrat aty, i lanë dhe natyrisht se ata, si pika shiu, treten në kuadrë të institucionit që shkojnë, kurse domethënë s'ka mbrapa përmbajtje, s'ka mbështetje mbrapa prej partisë, mekanizmat pa krijuar. Për ata styje ne themi se në të ardhmen
Ne edhe nëse bën ndryrimet kushtetuese, nëse partia nuk funksionon e gjallë, na e shohim për shembull VMRO dhe SDSM çfarë objekte shkan partijake, ku aty natyrisht nuk është i ndërtuar për një person. Aty komplet një qeveri në hije funksionon për me mujt me menaxhut qeverin edhe parlamentar që i ka dërgu për me pru ligje, paraprakisht përgatitën dikun. Edhe në institucionet e ndryshme i përcjellin rregullisht, kurse tanë bën 3-4 vetë, edhe që ata e menaxhojnë partinë, thuti se janë ma ditunit se ku e diun atje. Seferi, këtu do të mungon të ajo sistemimi i administratës, do të thotë punësuarit në për administrat, mos lije në për shtëpi, mirë po domosdoshmërisht sistemohen ato në për kuadro, dhe vetë me përvojën që do të bojnë, do të sistemohen në kuadrot më të larta. Ne kemi para pa me ngritje profesional, se natyrisht administrata në Maqedoni është e stërmbushur. Ne gëzohemi nëse i shohim disa administratorë shqiptar janë punësuar dhe qëndrojnë në shtëpi. Kjo është e dhimbshme. Në fakt ata humbin në përvojë dhe ju shkon një kohë kot, nuk është problemi se ata e kanë një përfitim edhe rrinë shtëpi, po është problemi se ne nesër, nëse i kërkojmë këtë ndrrime, që po themi se do t'i bojmë edhe shpresojmë se po, nëse s'ke administrator me përvojë, si do t'i realizosh ato punë, si do t'i realizosh menaxhimin kur ti s'ke administrator me përvojë. Edhe ata nëse rrinë shtëpi nesër ti do të angazhosh, ata s'kan përvojë në vend punës. Që de facto edhe de jure po tregon që këtë kohë që e kanë humbë të shtëpia ka qenë e kotë. Për shkak se nesër do t'ju nevojitesh, do thotë edhe vetë popullit, po edhe vetë partive. Unë shpresoj se ndryshimet mëdha ka për të pas në Maqedoni me këto zgjedhjet e 11 dhjetorit. Edhe ata kanë me qenë befasueshme për neve, natyrisht se ka nevojë, ne edhe mos dashim ne ose edhe mos ditshim ne. Vetë natyra e ndarjes, tash fatkeqësisht ekziston ajo, ose fatmirësisht, tash nuk di, po ekziston ndarja në albanofon edhe në slavofon. Tash, me që ajo ndarje funksionon, ne gjitha mediumet, institucionet ndryshme shkollore, kulturore, i kemi të ndame në gjumë, e kam fjallën në të folmet e njëri tjetrit, edhe tash natyrisht se kemi me pas pengesa për me funksionu me një sistem që po insistojmë të bojmë dy gjysor. Po insistojmë një sistem të bojmë dy gjysor, po shkak se kemi ne edhe nëse nuk angazhohemi sot, vetë dikush tjetër ka mu angazhu. BDI-a ose të BDI-s lëvdrohen se kanë punësu 20.000, 30.000 ku e diune, veç janë 4 mandate që themin e shpesh, 4 mandate janë të ministrave të ekonomisë shqiptar, që asë një zonë ekonomike se kanë qenë. 0 punësim deri sot kanë bo, gjitha këto zonë ekonomike që janë hapë, kudo që janë hapë, kurse Maqedon dikun 40.000 thuet. Kjo është, deri këtu që deshte. Zëtrali Turno, kështë për qëtë të gjithë? Unë mendoj se në këtë rast, pa dyshim, esenca e problemit është institucionet që janë disfunksionale, sepse në qoftë se politikbërja është e sinqert, e guximshme dhe me vullnet mirë politik, dhe në qoftë se ndërtohen institucionet që miren me përkrahjen e bizneseve të vogla, të mesme, me tërheqjen e investitorëve të huaj, kjo do të jetë zgjidhja për punësimet e të rinjve dhe punësimet e popullatës. Zgaliti, kur jemi tek punësimet, deri tani punësimet kanë shku në atë modelin, do thotë që të kesh libres partijake, për të pas mundësi, do thotë për të punësu me në institucion shtetëror. Ku është ai instalimi i vlerave të mirëfillta, do thotë sistemimin, do thotë i njerëzve adekuat për atë pozitë, pa marrë parasysh cili subjekt politik i takon? Fitim, ne shpesh e kemi përmend se një prej çështjeve kryesore që ka mendojmë si koalicion Rilindje me Bes, është që në momentin e parë që ne jemi në qeveri, ne do i përfaqësojmë të gjithë shqiptarët. Në asnjë mënyrë nuk do i ndajmë njerëzit, këta janë tonët, ata nuk janë tonët. Të gjithë shqiptarët në Maqedoni janë vëllezër dhe motra mes veti.
dhe padyshim që ne do përkrahim çdo shqiptar. Tash, çka nënkupton kjo? Kjo nënkupton se ne do duhet patjetër të instalojmë një sistem i cili e respekton meritokracien, një sistem që është përkrahës për çdo shqiptar, edhe në asnjë mënyrë mos tjetë kusht libreza partijake ose të jetë një person i lidhur në ndonjë parti për të marrë një vend pune. Megjithatë, kur flasim për vende pune, nuk do të ndodhin punësimet e nevojshme derisa nuk do të ndryshohet sistemi. Unë kur përmenda parzit përqindjen e të papunëve shqiptar, me këtë del se papunësia në qoftë se është e vërtet ajo se papunësia në Maqedoni është 30%, papunësia dhe më thonë të populli Maqedonas është shumë ma e vogël se 30%. Dikun, dhe më thonë... Pas statistikave zyrtare 17% dikun. Sakt. Të shqiptarët është 50%. Çka na tregon kjo? Kjo na tregon se ne jemi të diskriminuar edhe në çështjen e punësimit, dhe më thonë, si komunitet shqiptar, edhe patjetër për këtë duhet me gjetë zgjidhje sistemore. Ne nuk mundemi, dhe më thonë, me një fabrikë ose me një kompani të mendojmë të zbutim për punësinë. Kur themi zgjidhje sistemore, nënkuptojmë të ndryshohet sistemi, të krijohen strategji për revitalizimin e ekonomisë, ku do të inkurajohen edhe kompanit e vogla dhe të mesme tonat, dhe më thonë popullit shqiptar Maqedoni, po gjithashtu të krijohet një klimë e cila do të jetë atraktive për investitorët e huaj që të investojnë tek ne. Ne, si koalicion Rilindje me Besë, jemi optimist se ndryshimi po vjen, edhe ndryshimi duhet të vi pas 11 dhjetorit, me atë ndryshim nënkuptojmë t'i kapim pikat kryesore, të cilët do të thonë do ta bojnë jetën të jetueshme për shqiptarët në Maqedoni, shqiptari të ndihet si në shtëpi vet, sepse kjo është shtëpia jon, ky shtet, edhe do të thonë fillimisht i prekim pikat kryesore. Pikat kryesore, pra po them, është zbutja e papunësisë, ndryshime cilësore në arsim, këtë desha parzit ta përmendi, neve, do të thonë, thamë dhe më herët, nuk na mjaftojnë ndryshimet kozmetike. Me kozmetike po nuk kuptoj, çka në qoftë se ne kemi ministra shqiptar të arsimit, vite me radhë, por akoma në vitin 2016 nuk kemi mund të ndryshojmë plan programet për nxënësit në gjuhën shqipe. Të gjithë e dinë, prindët sidomos që i kanë nxënësit në përshkolla fillore dhe të mesme, shqiptarët, sipas plan programeve, në lëndët histori, muzik, art figurativ, që janë të gjithat lidhura me kulturën dhe identitetin shqiptar, aty mësojnë për kulturën dhe identitetin shqiptar, aq sa mësojnë edhe studentët e nxënësit e komuniteteve të tjera. Kjo është rrezik i madh, do të thonë ne, nëse vazhdojmë kështu, jemi duke rrit gjenerata të cilët potencialisht munden me pas problem historinë e vet, muzikën e vet, artin e vet e kështu me radhë. Do të thonë, kjo nuk është një projekt i cili kërkon miliona ose miliarda euro, kjo kërkon vetëm guxim dhe vullnet politik të përfaqësuesve shqiptar që duhet të hyjnë në qeveri pas 11 dhjetorit dhe të jenë të guximshëm që t'i bojnë ndryshimet e nevojshme. Të gjithë i dojnë këto ndryshime. Fakti që kemi pas ministra të arsimit shqiptar dhe nuk i kanë bërë këto ndryshime vetëm e konfirmon atë që ne vazhdimisht e themi. Është sistem disfunksional, nëse nuk ndryshohet, kemi probleme. Plan programe, me papunësinë kemi 2 fish ose 3 fish me popullin Maqedon, shteti si shtet gjithashtu nuk mund të zhvillohet si duhet, edhe normalisht pastaj është normale që për popullatën të jetë ai sentimenti se këtu është vështirë me jetu, edhe se edhe unë mirë është të tentoj ta loket vend. Po flas për sene tjera, domethënë në arsim kemi shumë probleme, janë Kumanov, shkollat e mesme, kemi 3 shkollat mesme, asnjëra nuk ka sallë të sportit. Mos flasim për laboratore e gjëra të tjera, domethënë kemi probleme serioze në arsim. Megjithatë unë po shkoj domethënë te çështja kryesore që ndikon, mendoj se ndikon te çështja e identitetit të shqiptarëve
edhe kjo është çështje alarmante, mendoj, për popullin shqiptar dhe për faqësuesit e popullit patjetër të zgjidhin këto çështje kyçe, që pastaj të miremi edhe me çështje të tjera. Unë kisha thonë, ndërlidhem pak te ata individet e guximshëm në pushtet. Ne kemi pas që 25 vjet njerëz guximshëm që kanë qenë në institucionet e shtetit, në parlamente, në qeverie. Mirë, po ishte një rast bashkë, njeni po ja uron ministrit të arsimit Abdulhakim Ademit, me thotë, urime minister, bravo, flamurin e vnove në zyre, flamurin shqiptar. Thash, po qëfar urimi, qëfar e arritur është ajo, nësa i flamur, por se ndrohet ministri, vjen ai tjetri Maqedon edhe e hjek. Kur vendoset ai flamur, definitivisht aty me nejt, erdh kush erdh pastaj, mos me mujt me hjek, ajo është e arritur. Edhe ne të guximshëm kemi pas, adhurim, kemi pas të guximshëm mjaft. Në parlamentin e Maqedonisë kemi pa këtat për dëshës se sa kanë folë. Ma shumë se ata na unë nuk besoj se muj me folë edhe me bërtit, po a ndodhi do një ndryshim, nuk ndodhi. Në fakt, na në thelb duhet me ndryshu senet. Në kushtetut, duhet me ndryshu, duhet. Do t'i ndryshojmë në fakt, jo duhet, se duhet pastaj s'ka limit, ajo duhet. Kur është fjallat e punësimet, ne gjithmonë mendojmë në administratë punësimet bëhen, edhe nuk jemi koshient se administrata e Maqedonisë është e stërmbushur me të punësuar. Edhe tash, çka ndodhna, çka bëjmë pastaj? Ne mendojmë se me ngritjen në aspektin profesional të kuadrove që janë veç të punësum, nëse Alianca për Shqiptarët merr legitimitetin e popullit, ata frigohen natyrisht njerëzit të punësuarit ose kuadrët ndryshme se do të ketë do një hakmarrje eventuale prej diku që vjen pushtet e SHBDI. Ne ju sigurojmë se nuk do të ndodhë ajo. Ne do të ngrisim nivelet profesionale, domethënë ata që se u ishëllët punësum që janë edhe bisedojmë me ta shpesh, thot 8 vjet në ushtri me fakultet krym, domethënë 8 vjet është ushtari thjesht, asnjë ngritje grade, asnjë ngritje të nivelit në atë aspekte dhe ata janë dëshpëruar deri në atë mos sa mendojnë edhe me lënë punën, mos me ditë se ku me shku me punu. Administrata e stërmbushur, shqiptarët prap nuk përfaqësohen me përqindjen që janë definuar, që është e caktuar 25% po themi, po edhe 25% që le të plotësohet në çdo institucion. E kemi për shembull mos hy tash atje me përqindje se saktë edhe nuk i di, po për shembull në për të njësitë speciale ose në ushtri, nuk e kemi për pjesën 25%. Kanë bon punësim. Në total, kur të këshysh, dikun numri arrin, për shembull 5-16% i shqiptarëve, në total në gjitha ministrit. Po e kanë forcu një ministrit caktume, edhe atave shkojnë rrinë atje administratorët zbojnë asgjë, te kjo tjetra ka zero të punësum. Edhe të njena po 50 që ne kanë arrit, po të tjetra 0 dhe thot 25 e kemi arrit, në fakt 0 është të tjetra. Nëse konsiderohet punësim deri sot i BDI-s deshta me thonë në arsim, edhe po të mos kish pas parti shqiptare, edhe lëse dhe mëja se vëmëroja në arsim i punëson njerëzit. Se duhet shqiptar me qena i shka ligjeron në shkollat shqipe. Nuk e di si konsiderohet ajo punësim, ose do një arritje se punësove dikën. Del njeni në penzion, ka me arë tjetëri prap shqiptar në shkolla shqipe. Kur përmenda, veç një sqarim të shkurt, çështjen e guximit, padyshim guximi është i patjetërsueshëm, por nuk është i vetëm si komponent që i duhet përfaqësuesve politik, padyshim është edhe dia, sepse për ta ndryshuar sistemin, na duhet edhe dia. Kur flasim ne shpesh si shqiptar duhet të kërkojmë, duhet të marrim, unë mendoj se ne duhet të punojmë me guxim dhe vullnet politik, edhe gjërat do të vinë vetë. Do të thonë gjërat që i meritojmë ne në shtet, ne si shqiptar do i marrim të gjitha, megjithatë ajo nuk bëhet pa punë, edhe nuk bëhet pa ndryshim të diskursit politik, edhe pa ndryshim të politikbërjes që e kemi pa, domethënë, deri sot. Prandaj ne, domethënë si koalicion Rilindje me Besë,
shpesh fokusin e vendojmë te guximi, te dituria që neve na duhet, te mos përjashtimi i kuadrove shqiptare, që e përmendët edhe më herët çështjen e rinisë, ne vazhdimisht kemi thënë se dyert e lëvizjes Besa janë të hapura për të gjithë të rinjt, të cilët dëshirojnë të japin kontributin e tyre në përmirësimin e gjendjes, dhe ne mundohemi të kemi politikë inkluzive, që kanë kupton se nuk duhet përjashtohet asnjë shqiptar në këtë procesin e përmirësimit të gjendjes. Daliti, të përqendrohemi do thot në atë besimin që po kërkoni tek elektorati. Ku po bazohet ai besim, tek dështimet e politikanëve të deri tanishëm, nëse i kanë pas, apo në platformën e juve që do të ofroni? Për shkak se në të gjitha tubimet pothuajse kritikohet ashpër subjekti politik shqiptar në qeveri, edhe një pjesë tjetër do thot pastaj bazoheni në platformën. Ku janë shtylla më e fortë? Ku është ajo lobi më e madhe, do thot tek dështimet apo tek platforma? Fitim, këto dështimet e politikës deri tanishme janë fakte. Edhe ato i din të gjithë, populli i di më së miri, sepse populli përveç që i di edhe i ndjen ato dështime. Ne gjatë fushatës jemi munduar edhe do të mundohemi të kemi fushat pozitive, që kanë kupton se fokusi jonë është të ajo çka ofrojmë ne. Edhe ofertat tona programore, përcaktimet tona programore janë gjërat me cilët na komunikojmë, domethënë me popullatës vazhdimisht i tregojmë çka mendojmë ne të ndryshojmë, dhe padyshim që fokusi është aty. Prandaj ne kemi, domethënë, edhe të përgatitur një domethënë libërth në të cilën shihen çështjet kryesore çka mendojmë ne se patjetër duhet të ndryshojnë. Normalisht e para e kësaj është ridefinimi, edhe një version më të gjatë. Po çka po dua të them me këtë? Po dua të them se nuk qenë ka 200 faqe, sa jo, kjo është domethënë dikon 120 faqe, edhe mendojmë se nuk është çështja te faqet, sepse ne një parti politike mund ta bëj një libër me 400 ose 4000 faqe që janë copy paste nga Wikipedia ose nga programe të partive të ndryshme që ekzistojnë nëpër botë, por nuk ka esenca aty. Ne deri tash e kemi pa, domethënë, politikë bërjen e dritanishme, premtohen 1400 projekte, premtohen 2200 projekte. Megjithatë, me përqindje nuk realizohet gjatë një afati as 1% e asaj. Nuk na duhet neve në politikë bërje më, domethënë, premtime të zbrasta, se dhe populli e ka pa këtë gjë dhe kjo padyshim që është shumë e dëmshme. Unë mendoj se kjo lidhet edhe me pjekurinë politike që e ka një subjekt ose një subjekt tjetër. Ne në këtë drejtim po mundohemi që ta ndryshojmë edhe këtë standard, që të premtojmë gjëra reale, të tregojmë ku është problemi në esencë dhe të ndryshojmë gjërat në esencë. Programi jonë i lëvizjes Besa, tash edhe i koalicionit Rilindje me Besë, është punu nga departamentet përkatëse që ekzistojnë televizja Besa, edhe dikun ma tepër se një vit, domethënë, çdo departament e ka pas për detyrë të diagnostifikoj çka janë problemet në segmentin e caktuar, edhe si bëhet zgjidhja e atyre probleme. Edhe padyshim, nëse kthehemi te pyetja fillestare në këtë rast e ytja, fokusi jonë është çka ofrojmë ne. Dhe si mendojmë ne të zgjidhim këto probleme, ta përmirësojmë jetën e çdo qytetari. Edhe mendoj se me takimet që i kemi, domethënë gjatë sipas jush njëra patjetër nuk bën. Po shiko, domethënë për çfarë se duhet t'ja tregojsh gjendjen, si ka qenë, do thotë, dhe çka kanë bërë pararësit tanë, edhe çka duhet bëjmë ne. Në fakt atë çka e thash në fillim, ne kudo qoftë që shkojmë, që puna për shembull e nënshtetësive. Ne ishim me takime qytetarët në Sopot edhe në vende të ndryshme, ato vetë tregojnë ata. Vetë tregojnë problemet kryesore që i kanë. Kështu që punën e dështimeve, pra po them, popullata e di edhe më mirë se partitë politike.
Partitë politike, shumë prej partive dritanishme politike, në fakt janë në fushata zgjedhore që t'i mbulojnë ato probleme. Dhe më thonë, edhe pse ekziston problemi, jo, nuk ekziston ky problem, po ne i kemi 800 projekte, ose 1400 projekte. Kështu që ne si Rilindje me Besë, normalisht, edhe detyra jona është mi diagnostifiku problemet, me gjatë fokusi mos me qenë të problemet, sepse populli veç i di problemet, po ne e tregojmë solucionin. Edhe këto zgjedhje duhet që të na shpijnë në zgjidhje. Në qoftë se këto zgjedhje nuk japin zgjidhje për problemet kryesore që i ka populli shqiptar, atëherë nuk ja vlejnë si zgjedhje. Por ne jemi optimist, dhe më thonë, si Rilindje me Besë, vazhdimisht edhe gjatë fushatës, edhe para fushatës, kemi pa entuziazëm të madh të populata shqiptare, ata vetëm e kanë pa se zgjidhja mund bëhet me kështu platformë, këtë e pa dhe populli shqiptar në rastin kur patëm ne konventën, kur më tepër se 15.000 shqiptar ju bashkangjetën, dhe më thonë, asaj konvente, edhe të gjithë ishin të entuziazmuar edhe në sytë e secilit ke mund me pa kërkesën që ata e kanë për të ndryshuar situata. Edhe jemi optimist që gjatë fushatës me komunikimet e vazhdueshme që i kemi me popullatën, numri i përkrahësve të këtij koalicioni çdo ditë shtohet, edhe mendoj se kjo bëhet në mënyrë natyrshme, se ata veç e kanë pa dhe i din çka janë dështimet e dritanishme, edhe e shohin një koalicion, një subjekt i cili edhe ka idejen si me i zgjidh këto probleme, edhe e ka guximin politik edhe vullnetin politik për të zgjidhur këto probleme. Nëse ka mundësi mu ndërlidh, besimin do të kërkonin bazë dështimeve të qeverisë ose bazë projekteve tuaja. Mendoj, po ne si aleancë për shqiptarët, dhe më thonë, natyrisht se bazohemi prej dështimeve që kanë ndodhur deri sot, edhe prej studimeve që mendojmë se janë studime që i kemi bë për projektet e reja që ofrojmë qytetarëve. Në esencë, ne ofrojmë mekanizma për zgjedhje. Jemi bë monoton të i përsërit ndodhit që në kanë ndodhur deri sot, gjendjen ekonomike që kemi deri sot. Në fakt, nuk kemi çka ne futemi për zhytje dhe i kërkojmë problemet ku janë tek janë, se i dim të gjithë. Tash ne ofrojmë mekanizma për zgjidhje. Mekanizmi për zgjidhje nuk është mjegull në kornet me akullore, po është i qartë. Mjegull me shit, pa u definu, pa u tregu se çka ndodh. Për shembull, si pikë e parë e platformës tonë është binacionaliteti ose barazimi i shqiptarëve, barazia e shqiptarëve dhe maqedonasve në këtë shtet, do më binacionaliteti. Është hapi parë për cilin edhe ka mekanizma se si do të zgjidhen. Mekanizmi për ta zgjidhur këtë problem është kusht për me hyrë në qeveri. Jo me hyrë në qeveri e pastaj pa limit kohor me vazhduaja punë derisa dikur t'i bëhet monoton edhe palës tjetër. Domthon, ky është mekanizëm me afat kohor 3 deri 1 vjet. Nuk ka më shumë këtu. Një mandat ose 2. Një mandat e 2, 3, 4, ama një mandat e kry. Domthon, ka afat kohor edhe është mekanizëm i qartë. Unë kërkoj edhe prej partive tjera qartësinë e këtyre ofertave. Cila është qartësia e ofertës BDI-s, e PDSH-s, besa edhe e Besës, se në po folë me ridefinitivit, po cila është pika e parë, për shembull, dhe Besës, pika e parë e platformës. Ne shpesh, faleminderit për këtë pyetje, zotëri Jusuf, unë edhe më herët e përmenda, ne hyrjen në qeveri e shohim vetëm si mjet për të realizuar problemet që ekzistojnë, domethënë për komunitetin shqiptar, për popullin shqiptar në Maqedoni. Dhe shpesh e kemi përmend për përfaqësuesit që i kemi të Lëvizjes Besa dhe koalicionit të Rilindje me Besë, ne në qeveri nuk futemi pa kushte. Domethënë, ne patjetër keni përmend ridefinimin, ndërsa Alianca ka pasë kryesisht ndryshimet kushtetuese, të cilat kozmetikisht nuk ndryshojnë shumë. Ne përmendim ridefinimin fitim, sepse ne mendojmë se
Çështja e ndryshimit të sistemit nuk është, domethënë, nuk është vetëm gjuha shqipe, padyshim gjuha shqipe duhet të zyrtarizohet në Maqedoni, po ky sistem në institucione të ndryshme, është e instaluar asimetria. Me asimetri nënkuptojnë vetëm zyrtarët Maqedon udhëheqin me ato institucione. Shembull i kësaj është çështja e punës në nënshtëcisë. Shqiptarët nuk mund t'i marrin nënshtëcitë për shkak se institucionet përkatëse për aprovimin e këtyre nënshtëcive ose nuk ka shqiptar aty, ose ka shqiptar që nuk janë në procesin e vendimarrjes. Prandaj, me ridefinim nuk dojmë ta ngushtojmë punën vetëm të çështja e gjuhës, po ajo është e patjetërsueshme, është shumë e rëndësishme, megjithatë përmendëm më herët domethënë edhe ndryshimet që duhet patjetër të bëhen në arsim, ndryshimet në politikë bërje. Mos të përdorisim. Zoti Seferi, jemi krejt në fund dhe do thot pritjet e juve nga këto zgjedhje. Përveç që pritni zgjedhje të lira, ferë dhe demokratike, cili është rezultati i kënaqshëm me cilin kishte më kënaq Aleanca? Ne natyrisht shpresojmë se do ndodhin zgjedhje ferë dhe demokratike. Besojmë se këtu natyrisht se janë edhe përfaqësues ndërkombëtar që do ta vëzhgojnë fuqishëm procesin zgjedhor dhe shpresojmë se nuk do të ketë, se natyrisht në mandatet e kaluara ka ndodhur edhe lloj-lloj manipulimesh me kutitë e votimit. Na dyshojmë se mund të ndodhë një mekanizëm tjetër më fut në përdorim, po ne shpresojmë te vota e elektoratit ose shqiptarëve të cilët kanë qenë të fjetur, që s'kanë dalë në shumë mandate në zgjedhje. Dikun BDI-ja, nëse i fitoi 150.000 vota të dyshimta mandatin e kaluar, po ta bësh një llogari matematikore të thjesht, është dikun 20% i numrit popullatës ose i votuesve, sepse dikun 20% ne kemi njerëz që nuk kanë dalë në votime me 2-3 cikle zgjedhore. Ne jo vetëm që shpresojmë, po besojmë se edhe mendojmë se i kemi zgjuar nga gjumi atë kategori njerëzish që janë dëshpëruar shumë më herët se sa dikush që o dëshpëruar pak më vonë, oni kanë kuptuar proceset se nuk janë të shkuar të mbarë. Keni synim 100.000 votë do të ta 100.000 në atë aspekt nuk di. Unë besoj te njerëzit e thjesht, besoj se kanë kuptuar platformën edhe formën e qasjes ndaj problemit tonë që e kemi këtu në Maqedoni, edhe ne në bazë problemeve edhe njihemi mes vete, zgjidhjen e kemi ofruar. Mendojmë se qytetarëve të zgjedhën. Po. Se ta lidhe njëta pyetje. Fitim, ne si koalicion Rilindje me Besë jemi shumë optimist për këtë zgjedhje. Besojmë në fitoret këtij koalicioni Rilindje me Besë, e cila në mënyrë ultimative duhet të jetë fitore edhe për popullin shqiptar, që kanë kupton të bëjnë ndryshimet e nevojshme për popullin shqiptar. Nuk dua tash të spekuloj me numra, sepse prap populli duhet në mënyrë të pavarur ta jape mendimin dhe votën e vet. Ajo çka kisha apeluar, domethënë te populli, është që secili në mënyrë të pavarur me vendimin e tij ta jape votën e tij më 19 dhjetor dhe mos ta konsiderojmë dhënien e votës vetëm si një formalitet, secili ta di se vota de facto është një nënshkrim që ne si qytetar e japim për drejtimin që ka ta marrë Maqedonia. Po, për ndryshe ne kemi optimizëm të madh për këtë zgjedhje. Unë shpresoj se kemi zgjidhje shumë dhe shpresojmë që të ketë masovitet në daljet votave, sidomos tek elektorati shqiptar, për shkak se në çdo cikël zgjedhor nuk kemi pas
shumë pak ka qenë mbi 50% dhe shpresojmë që tash këto ofertat e reja ata e kanë zgju pak, si tha zotri Seferi, nga gjumi pak elektoratin shqiptar dhe del masavikisht në këto zgjedhje. Unë dhe redaksia në Gjuhën Shqipe ju urojmë shumë sukses të dy palëve dhe të gjithë partive tjera të cilët do të garojnë, ndërsa ne do të shihemi me shikuesit tanë, do thotë në emisionin e radhës të shtunën e ardhshme, mirë po jo me politik për shkak se të shtunën e ardhshme vetëm ajo është heshtja zgjedhore, do t'i ofrojmë diçka të re. Deri atëherë mirëmbëçi.